Mu më pëlqejnë koncertet edhe dasmat. Piles më pëlqejnë më shumë ata që japin më shumë lek. Mirë se vini në Bluecast, një podcast ku ritmi i zemrës shqiptare pulson përmes këngës të artit. Unë jam Fiora Alba. Sot kemi një artist i cili sjell energji në çdo interpretim të tij. Ka një stil shumë të veçantë dhe për sot vjen në Bluecast Perlas Sheqeri. Mirë se erdhe. Mirë që u gjeta dhe suksese dhe shumërime për emisionin. Të falenderoj shumë. Atëherë, si e përshkruani Perlas Sheqerin si artist? Të them të drejtën, unë gjatë gjithë jetës time fjalën artist e konsideroj si një fjalë shumë të madhe dhe unë veten e quaj si një këngëtar i përullur para popullit, një artist i vogël, po gjithmonë respektues ndaj atij që më don. Pra, unë jam një artist i vogël. Për mua gjithmonë ka qenë fjala artist emër shumë i madh. Duhet jemi sinqert. Kur ishte hera parë që u dolët në skenë? Në fakt hera parë që unë kam dalë në skenë, ka qenë unë vin nga Puka, vim nga fshatrat e Pukës dhe kam dalë ato koncertet e shkollave dhe në skenë kam hypë në vitin 1988 në pallatin Duashyti Pukë. Ajo ka qenë hera parë ku unë kam hypë në skenë, në një skenë të madhe, siç është skena Pukës. Pastaj ka vazhdu. Në vitin 1990 unë kam studiu këtu në Shkodër, ku kam patur fatin fitoj një çmim. Në atë kohë nuk ishte pak, nuk ishte koha si sot. Domethënë kur kam hyrë në atë konkurs, kam thënë pse hyna dhe aty kam fituar një çmim parë që mu ka hap rruga. E pastaj ka vazhdu karriera. Si ka nisur bashkëpunimi me televizionin Blue Sky, pasi ka pothuajse 13 vite që ju keni bërë një koncert live në skenat tona? Në fakt, bashkëpunosh me televizionin Blue Sky edhe me president Gzim Braushin në radhë parë është kënaqësi. Në radhë dytë, unë me Gzimin normal që ne tani koha kalon, po ne prapë ngelim i tri edhe pse ka vitet kalojnë, kështu që me Gzimin ne jemi një që në atë kohë kam patur fatin të bashkëpunoj me videoklipe, me një koncert live, për 4 ore kemi mbajt këtu në atë kohë. Dhe jam i lumtur që kam bashkëpunu dhe jam i lumtur që edhe sonte vi pas një bashkëpunimi dhe pas një pune që sapo e kemi kryer. Cili nga projektet tuaja është i preferuar? Të them të drejtën, unë jam këngëtar që është e vërtetë unë jam këngëtar dasmash, që këndoj gëzime familjare, koncerte shumë. Mirë, po unë jam këngëtar që kam gjetë një rrymë humoristike. Dhe ndoshta një nga këngët më të mira që unë hala kam për zemrën është një këngë para 25 viteve, një pa biznes e pa para. Atë e kena kënu dhe të Gzimit i Blue Sky para 13 viteve. Por kam shumë këngë, tani kam bërë të drejtën shumë këngë që faleminderit Zotit dhe atij publikut që unë ndjej veten të vogël para atit, që janë këngë hite, që këngë që ecin dhe unë ndjehem mirë, të them drejtën. Një nga këngët më bomb tujat është kënga për Baxhanakun. Po. Dhe unë jam shumë kurioz të di cili nga Baxhanak tuaj është i preferuar jot. Të them drejtën, kjo i momenti që unë mendova të këndoj për Baxhanakun, një natë po pija kafe me Baxhanakun dhe masi unë ndam nga kafja, i them gros, do të këtej një këngë për Baxhan. Edhe sigurisht që aty në shëtitore fillova, o Baxho, Baxhanak, hajde son të rrim për dark. Kjo ka qenë ideja dhe është marrë kënga. Por Baxhanak, kjo është një këngë më shumë humoristike, ka dhe të vërtetën brenda, dikush shan, dikush e lavdron, dikush nuk e don, dikush e don, por e rëndësishme është që kënga është hit, e rëndësishme është që nga njëherë edhe kur na shajnë na bojnë der, kështu që unë jam okay. Ku inspirohesh më shumë për këngët tuaja, edhe kush i shkruan ato? Në çdo sukses, unë kam thënë që sukses nuk ka sukses vetëm. Suksesi është i përbashkët. Në qoftë se gjen bashkëpunëtor të mirë, gjithmonë suksesi është i sigurt. Dhe unë suksesin e kam fal bashkëpunimit me poetin në radhë parë, me poetin Gjevalin Dushaj, është Lula Shara, e tjerë, pastaj me muzikantët, me kompozitorët, me ata që bëjnë videot, pra bashkimi e bën suksesin. Unë e këndoj këngën, por kënga që të realizohet, fillon që nga teksti, muzika, kompozimi dhe gjithë së bashku bëjnë që këngëtari të ketë sukses. Cili nga bashkëpunimet tuaja që i ke më afër zemrës si bashkëpunim? Them drejtën, unë kam pas shumë bashkëpunime, me këngëtar, me këngëtare.
Edhe sot tash kemi marrë një realizim këtu në Blue Sky televizion me stafin tuaj, që ti përshëndes edhe jemi lodh pak. Po them drejtën për mos më i përmend, unë sot e du një këngë që kam këtu me Vida Kunoren, e vlerësoj si bashkëpunim. Jo, i vlerësoj të gjitha, por me qenë se ti do një emër. Po. Tani të shikojmë këtë bashkëpunimin e fundit. Besoj që ka me dalë më mirë se me Vidën. Ju e përmend që kënoni shumë në përdasma. Po në për koncerte, çfarë të pëlqen më shumë? Koncertet apo dasmat? Më pëlqejnë koncertet edhe dasmat. Piles më pëlqejnë më shumë ata që japin më shumë lek. Kështu që unë këndoj shumë dasma, këndoj shumë koncerte, falë Zotit në tonë botë kam kënu e vazhdoj këndoj e të lëvizi në Shqipëri që nga jugun veri, ndjehem shumë i kompletuar, them drejtën. Dhe gjithmonë falenderoj Zotin edhe publikun, gjithmonë me për ullje e theksoj. S'ka menjet madhe puna artistit. Cili publik nga diaspora të ka pëlqyer më shumë, të ka mikprit më mirë? Këtu tani më fut në telashe ti mu. Ti më fut në bela. Tani janë të mirë, më tani janë të mirë. Qa mund të thosh ti për shqiptarët? Qa mund të thosh për shqiptarët e Anglisë? Imagjino me fol për shqiptarët e Amerikës. Me kalun Greqini të ati. Tanë Evropë, i rujtë Zotit, tanë shqiptarët, tanë janë të mirë. Cili nga këto shtete është një që t'jep të ardhuna më shumë? Me të thonë drejtën, shumë kam punu në Angli. Anglia? Po, shumë kam punu në Angli. Tash i me të thonë drejtën, ka ra pak vlera pandit, po, prap aty të rrim ne, prap në Angli të rrim. Në përdasma, te salla jonë ke qenë lartë? Po, pa tjetër. Okej. Çfarë të pëlqen? Si sallë, çfarë diferencon nga sallat tjera? Pa tjetër, është një sallë shumë e bukur, e them me plot gojë, është edhe një shërbim shumë i bukur. Edhe unë uroj që vetëm të keni sa më shumë punë, çtohet puna, e të keni dasma shqiptarë, të mbushet e para salla juaj dhe gjitha sallat. Ju keni bërë shumë bashkëpunime me televizionin Blue Sky. Një nga bashkëpunimet është edhe kënga Samargjia, e cila më ka mbet edhe në mendje. Është një këngë me sa mbaj mendon në kuadrin e një filmit. Mund të flisni pak për këtë bashkëpunim edhe ndonjë përpasken nëse ka. Na fute na kthe dhe në vitet përparshme edhe ban shumë mirë që na kthen, sepse nuk do t'i harrojmë këtë. Ajo është një këngë e shkruar nga i madhi Gjevalin Dushaj, ku ka luajt Gjevalini, Ramadan Kopani, aktor shumë i mirë, të cilët unë do t'i përshëndes përzemërsisht. Është një këngë që është punu shumë. Dhe them me sinqeritet që të Gëzimi, të Blue Sky, të gjitha këngët punohen mirë, po këngët e mia duke qenë pak të veçanta, duan pak punë më shumë. Dhe më thënë, këngët e mia du të kalojnë në kuadër filmi. E them me pastërti. Dhe është një këngë që vërtet jemi lodhë, vërtet kemi derë djerës, por ka dalë diçka e bukur. Falë, si që thash më parë, gjithë bashkëpunëtorëve të klipit, që mund të harrojnë njënë, dhe na thonë mrapa kena harru, po kush ka marrë pjesë i përshëndesim. Por nuk është e vetmja. Nuk është e vetmja këngë që është realizuar në këtë mirë. Për shembull, kemi këngën e gjyqtarit. Është shumë e bukur. Është këngë shumë e bukur që e kam realizuar po në Blue Sky. Shumë, po janë këngë që është derë djerës, është punu. Dhe sot çunave ju thash, unë jam i sinqert, vlas si para kamerës, si pas kamerës. Dhe i thash që Gëzimi punon. Gëzimi të lodh pak, po punon, të lodh. Keni bërë një këngë kohët e fundit, e cila ishte dasht për të bë këto me ne. Po. Cila është kjo këngë? Më ka ndodhur gruaja me ndjezez. Kjo, do të thënë, ishte shumë e lezetshme, po çfarë të frymëzoj për këtë këngë? Te këngë të drejtën ma ka ofru një shkodron, një djali malësisë të madhe, Vebi Kurtaj, edhe është në Angli është edhe ai ma ka pru si temë, edhe është shumë interesante. Dhe tu përshtat apo? Po patjetër, më përshtatëm këtë, po jo për gruan teme më. Mos e bëna me gruaja. Apo nuk nejnë. Ja, nuk nejnë. Është temë interesante, më ka ndodhur gruaja me një zez, me thonë drejtën grave në zeza ka shumë për Zotin. Edhe unë e përshëndes shumë Vebiun, e përshëndes edhe Fred Qemalin, e përshëndes edhe realizuesin e klipit. Në fakt nuk e kam bën këto. Ishte dashur me e bën këto. Ishte dashur me e bën këto. Ja bën këtë tjetër në sadakën e rregulluar? Patjetër. Vetëm se kjo nuk është humoristike. Atëherë kemi pasur një bashkëpunim shumë të bukur në kuadër humoristik gjithmonë, nga Trestarja me kostum. Do kisha pas shumë dëshirë që ta rikthenim vetëm dy rreshta. Patjetër që po. Edhe kjo është temë shumë e bukur, shumë interesante.
Dhe është shumë aktuale, nga tërstari me kostum. Hajde, hajde, thonë gjithkon, nga tërstari me kostum, tuj nga tru, tuj rë gjithkan, notas dit pun tjetër zban. Atëherë, po ndonjë nga prapaskenat që të kam me të mendje? Kam qenë njerë duke bëmë kështu një realizim dhe më dënë dhe me vu një palë mustese. Patës më shkonin fara dhe bajë mend që të interesant ishte, ne shkum deri në fund të xhirimit, në moment fundit ajo mosh shkoj kjo. Masi kishim bëu tonë atë punë. Ka, prapaskena ka sa dush, xhirimet kanë, prapaskena kanë bukurat e veta. A ka pas ndonjë Në përdasmat po, për shembull do të tregoj diçka interesante, për shembull që njerëz jemi dhe ndodh që i gatrojmë tekstet dhe ka ndodhur një herë isha po knoja me një koleg, edhe më kërkojnë këngën e Çon Muls, është e vërtetë. Dhe unë pak në jo kështu dhe nga kënga për marrë strofa e parë, harrova. Dhe në vend që të knoja Çon Mulin, kalova te Kosovë trimja po qenë fjalë. Edhe ai kolegu më thotë, për la thotë thafshin krat. Ke kalu thotë nika i mërtur. ndonjë këngë për vjerrat? A keni menduar që ta bani? Kam frikë se s'du më prish me vjerrën time. Ma ka dhani vajzë të mirë për grua dhe ma mirë s'jam të u prish me vjerrën. Po, shiko, si shumë probleme kishe me gruan. Nga kanga që të... E ka shkru Vebeu, se unë që kam kënu. Okej, s'është gjë. Cila nga këngë tuaja të kalon më shumë bresa? Jo nga këto që kanë kuadër humoristik, po tjera. Më thonë drejtën, tash i përbëm pak serios. Se unë natyre ime e kështu. Them drejtën nga këngët që më kanë më shumë bresa dhe një nga këngët që ndoshta më jep më shumë ndjenjë, është kënga që kam këtu një këngë Ditëlinje pa nanën. Ajo është një këngë realizuar në mënyrë perfekte, e shkruar nga unë vetë dhe kompozuar nga Edmond Gjylali. Është një këngë ku unë ja dedikoj nënës time, të cilën e kam humbur para një viti. Dhe është një këngë që ju dedikohet gjithë atyre që se kanë nanën. Ajo është kënga që më blen më shumë bresa, ajo është kënga që do ta du derisa të vdes. Përveç bashkëpunimit që keni bërë sot me televizionin Blue Sky, çfarë projekte tjera keni? Po, unë jam një djalë që punoj shumë në këtë lloj. Unë gjerë një këngë 2 muaj minimumi ose maksimumi, unë punoj shumë. Dhe tani kam projekte përpara. Ne tani jemi në sezon dasmash, unë do t'ju them që kjo që bëm sot është këngë dasmash, kam edhe një këngë tjetër dasmash, kam prap këngë humoristike, unë kam projekte, jam djalë që projektoj, jam djalë që ulem te krevati, ta them sinqerisht, dhe fus në kokë një projekt dhe e baj A janë këngë që janë të kënduara vetëm nga ti apo bashkëpunime? 99% janë të mia dhe unë jam sot këngëtar që janë në firmën time rreth 200 këngë. Janë të përlat sheqerit. Dhe për këtë jam krenar. I kam me punë, me lodhje, me sakrifica, me mund, po gjithmonë duke ju nënshtruar dhe gjithmonë duke respektuar të madhin Zotin dhe publikun. Edhe ata që na ndihmojnë. Televizionet që na hapin derën, që na i kanë hap derën, sepse televizion, sot edhe na i hapin derën. Unë them kështu sot ta hap derën Blue Sky. Po në atë kohë Blue Sky më ka dhënë një dorë të madhe. Dhe unë e vlerësoj atë kohë që na kanë hap dorë. Sot e kemi mujë faremni. Prandaj kam respekt për Blue Sky, edhe për televizionet tjera, dhe me zemër ju uroj punë, mbarësi, ta mushni sallën me dasma, të bani videoklipe, të bani koncerte, e të keni vetëm të mira. Të falenderoj shumë, edhe ne të urojmë gjitha të mira dhe sa më shumë dasma, sa më shumë bakshishe, sa më shumë bakshishe. Zoti Berlat, falenderoj shumë që ishe sot me ne. Ishte një bisedë shumë e këndshme edhe respekt edhe punë dhe mbarësi. Të falenderoj shumë, falenderit. Bluecast, asnjëherë si herën tjetër. Bluecast. Bluecast.